Me shpërthimin e luftës së parë ballkanike, tërheqjen e perandorisë osmane dhe pushtimin e tokave shqiptare nga Aleanca Ortodokse Ballkanike, rifilloi procesi i shpërnguljes së popullsisë shqiptare nga trojet e tyre etnike për në Republikën e Turqisë. Dokumentet e zbuluara kohët e fundit hedhin dritë brenda vitit 1912-1913, ushtrit pushtuese serbo-malazeze dhe greke dëbuan me dhunë mbi 200.000 shqiptar. Pjesa dërmuese e tyre u vendosën në Stamboll, Andol dhe viste të tjera të Turqisë, ndërsa sipas një llogaritje të bërë nga legata shqiptare e Ankaras në vitin 1928 në Turqi, gjendeshin 27.000 deri në 30.000 familje shqiptare të shpërngulura nga Kosova, trevat lindore dhe Çamëria, duke përfshirë edhe ata shqiptar që emigruan pas vitit 1913. Përsa më sipër shihet qartë se me përjashtim të disa rajoneve në pjesën lindore të Maqedonisë së Sotme, ku siç dihet banorët myslimanë i takojnë kombësisë turke, të gjithë rajonet e tjera ishin të populluara me popullsi shqiptare. Burimet e provincës policore u ushtruan jugoslave bën të ditur se Beogradi zyrtar nuk ishte i kënaqur me konventon e sigluar, duke kërkuar që asaj thishtohet edhe shkëmbimi i popullsisë, përkatësisht dëbimi edhe 100.000 shqiptarëve të tjerë prej Turqisë dhe vendosja e elementit ortodokës nga Turqia në Jugosllavi. Mirëpo këto shifra nuk i kënaqnin apetitet e pushtetarëve serbëmbëllënj, sepse sipas tyre dëbimi i 400.000 shqiptarëve nuk i plotësonte interesat e tyre shtetërore dhe nacionale serbe, e që ishte dëbim deri në shqiptarin e fundit, nga toka e tyre etnike dhe kolonizimi me element serbe malazez, për arsye se numri i përgjithshëm i shqiptarëve në pushtimin e tyre arrinte shifrën prej rreth 732.000 banor. Nisur nga kjo, ata planifikonin nënshkrimin e një konvente të ngjashme sikurse me Republikën e Turqisë, edhe me qeverinë mbretërore të Shqipërisë për shkëmbim të popullsisë, përkatësisht dëbimin e 100.000 shqiptarëve myslimanë në Shqipëri dhe sjelljen e 100.000 shqiptarëve të krishterë që ata i konsideronin serb. Për realizimin e këtyre planeve anti-shqiptare, qeveria jugoslave parashikon të themelimin e Inspektoriatit Suprem me qendër në Shkup dhe me 2 rajone të tjera, në Prishtinë dhe në Pej. Themelimi i këtij inspektoriati u iniciua nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila në elaboratorin me titullin Problemet dhe metodat e shpërnguljes së shqiptarëve dhe turqëve nga Serbia Jugore për në Turqi, hartuar më 28 tetor 1938, veç të tjera shpotenconte që të mund të zbatohen me trazira sa më të vogla kjo punë e rëndë dhe delikate për interesin shtetëror dhe kombëtar, nevojitet që sa më parë që në muajin janar të themelohet Inspektoriati Suprem për shpërnguljen e shqiptarëve dhe turqëve për në Azi, me qendër në Shkup, i cili do të ketë 2 qendra të veta rajonale, në Prishtinë dhe në Pej. Pikërisht këto projekte anti-shqiptare nxitën paraninë shqiptare në Kosovë dhe qeverinë mbretërore shqiptare, që të ndërmerrnin masa urgjente për të penguar zbatimin e tyre në praktikë. Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë Jugoslave më 5 gusht 1938 përmes një shkresë njofton delegatën e vet në Ankara se para pak kohësh një delegacion shqiptar i udhëhequr nga Ferhat Bey Draga dhe Maliq Perlivani kanë udhëtuar për në Stamboll. Ata në Turqi kishin udhëtuar për të vepruar tek qeveria turke që së paku me konventon e sigluar kohë më parë të mos përfshishin shqiptarët. Për këtë çështje, Draga deputetëve turq i u kishte dorëzuar një memorandum në të cilin ishin përfshirë pikpamjet e partisë së atëhershme shqiptare në mpushtimin e mbretërisë jugoslave. 3 ditë më vonë, përkatësisht më 8 gusht, MPJ-ja jugoslave, legac në Ankara, ju përcoll një letër që deputeti turk Sabri Beu nga Stambolli ja kishte dërguar një miku të tij në Beograd, kur veç të tjera shkruante se nga Jugoslavia kishin arritur protesta të shumta. Njerëz të caktuar kishin udhëtuar për në Ankara dhe në Stamboll. Gjatë kontakteve me ministrat e Turqisë, ju kishin dorëzuar një promemorje të gjatë, në të cilin ata shprihen revoltën e tyre kundër fushatës së egër të qarqeve ushtarake policore jugoslave, kundër popullsisë shqiptare.